Ngjyra e verës dallohet me sy nëse është e kuqe apo e bardhë. Përmes nuhatjes, gjithkush pëlqen aromën e saj me hund, e shijon përmes gojës dhe më pas bën gëzuar, duke dëgjuar trokitjen e qelqeve të gotave me vesh. Këtë postulat na e rinjos në kokë një nga verbërësit e suksesshëm pogradecar, Artur Blaceri, i cili garon sërish për verën më të mirë të kuqe dhe të bardhë në konkursin e përvitshëm që organizon Bashkia Pogradec me rastin e festës së verës dhe gështenjës. Unë garoj me të dyja. Të dyja kanë fituar shumë çmime. Janë armë të forta në teknologjinë e përpunimit të mendjes tënde të artë për të fituar. Janë shumë armë të forta dhe e kuqja me rrushin Riesling, sidomos të Stropskës. Mbetet interesante. Dhe që është një rrush super, që ndjen një verë super të mirë. Ai është fituesi i verës më të mirë që prej vitit 2000, prodhuesi i verës në kushte shtëpie, mbetet një ndër kampionët pogradecar, që këtë ritual e ka kthyer në art personal shumë të suksesshëm. Që nga viti 2000 dhe them të fitore si vit, domethënë i bie 23 çmime. Vera ka shumë sekrete. Vera është një gjë e brisht, rrushi. Është një bashkëbisedim që e keni bashkë me verën dhe se tregon. Unë fej bashkë me verën. Bisedon me verën, jeton me verën. Ka të u bën të këto vite, që nga gjyshi, plaku, shtinë, sidomos. Përmes kronikës, ju kujtojmë se edicioni si vjetëm i festës mbar popullore të verës mbahet në 5 dhe 6 dhjetor në Pogradec, në kujdesin e kryebashkiakut Ilir Xhakolli. Pogradeci e dëshmon traditën e bërjes së verës që në hershmëri, kur e linakët prodhonin verë në kushte shtëpie, dëshmi që tregon më së miri edhe mozaiku famoz i Bazilikës së Linit. Gëzuar Turi.